Është prezantuar këtë martë drejtori i ri i Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, drejtues Dashamir Spahu. Në ceremoninë e prezantimit të zhvilluar në ambientin e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, morën pjesë zëvendës drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, drejtuesi i lartë Sokol Bishga, ish drejtori i DVP Shkodër Gentian Berberi, si edhe drejtues të strukturave në varësi DVP Shkodër. Gjatë prezantimit, zëvendës drejtori i përgjithshëm vlerësoi punën dhe përvojën profesionale të Spahus dhe shprehu besimin se ai do përmbush me sukses detyrat në drejtim të garantimit të rendit dhe sigurisë publike, luftës kundër kriminalitetit dhe rritjes së parametrave të sigurisë në qark, ndërka që drejtuesi Dashamir Spahu shprehu mirënjohjen për besimin e dhënë, si edhe angazhimin për të punuar me përkushtim, profesionalizëm dhe integritet në bashkëpunim me strukturat vendore dhe komunitetin, me qëllim garantimin e sigurisë dhe drejtave të qytetarëve të qarkut Shkodër. Drejtuesi Spahu theksoi se prioriteti i punës së tij do të jetë bashkëpunim me qytetarët si alati kryesor në luftën kundër krimit. Në këtë kuadër ai shprehu gatishmërinë e plotë personale dhe në emër të Shërbimit të Policisë së Shkodrës për të administruar shpejt dhe me profesionalizëm çdo kallëzim, shqetësim apo nevojë për ndihmë të qytetarëve të këtij qarku.